të raportoj këtu, por kësa here për zgjedhje nacionale, dhe në këto zgjedhje kanë të drejtë vote mbi 50.000 qytetarë, si që kemi thënë edhe mbrëm, në 21 qendrat votimit. Qendra më e madhe votimit është kjo ku aktualisht jemi, është qendra Femi Agani me numër 0801. Këtu bashkë me mua është edhe Sami Bardheci, drejtori i qendrës, edhe falenderit për kohën dhe hapësirën që ndave për ne. Ne kemi qenë këtu qysh prej kur ka filluar para orës 7 në fakt, edhe kemi pa që gjithçka është bërë gati, po çka mund është me na thonë si menaxher i qendrës? Atëherë fillimisht përshëndetje për ju dhe të gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Qendra votimit të hap qysh nga ora 5:30 kom qenë qendrën e votimit e kom hap, nga ora 6 kanë ardhur materiali dhe nga ora 7 ka filluar procesi i votimit. Për dallim nga zgjedhjet e fundit, kësaj here janë ushtuar edhe një klasë e votimit, domthonë prej 11 tash janë po 12 klasë votimit, edhe u rrit automatikisht edhe numri i votuesve. Domthonë u rrit numri i votuesve për 345 votues më shumë se sa në zgjedhjet paraprake. Ka pas edhe probleme të tilla herën e kaluar, se vitin e kaluar. Herën e kaluar ka qenë edhe problemi në lidhje me ndryshimin e klasave, ndryshimin e qendrës votimit. Duke që u paraqit edhe kësaj here edhe sot, duke pas parasysh edhe numrin po themi ashtu, ka qenë një numër relativisht i madh, duke pa edhe orën që është 7:38 dhe njerëzit po vinë me votu, po shfrytëzojnë kohën me gjas, edhe duke që kanë edhe probleme të tilla që nuk po mundën me gjetë emrin. Po e shohim që nuk është edhe dikush që po i ndihmon ata. Nga që po e shohim ne këto. Po, fatkeqësisht tavolinë ndihmëse nuk po ka, nuk kanë para KSZ-ja ata me pas tavolinë ndihmëse që i ndihmon votuesit ku me gjetë më lehtë klasën. Po vrejet edhe tash sa kesh mbrana në për disa klasë, patëm disa probleme se po vrejet se kanë ndryshuar, domthonë një votues nëse ka votuar numër 3 tash ka dalë numër 4. Domthonë automatikisht si u ndryshuar dhe si u shtuar një klasë, po del se ka ndryshuar edhe klasë me dallim me zgjedhjet e fundit që i kanë pas, domthonë klasë. Diçka tjetër, domthonë gjithçka ka qenë deri më tani mirë, nuk është që mund të kemi pas ndonjë problem teknik diçka tjetër. Jo, për momentin është në rregull, është shku procesi mirë, tash të shohim vazhdim çu shkon procesi. Faleminderit shumë juve, ndërsa që unë thashë qendra më e madhe, sepse numëron mbi 9.000 qytetarë që kanë të drejtë vote në këtë qendër, kështu që është një qendër me kush në komunën e Klinës dhe që ne do të jemi gjatë gjithë ditës në komunën e Klinës, por edhe në Istog bashkë me kolegën Gentiana Gashi.